Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë të nderuar vëllezër dhe motra në leximin e haditheve dhe ethereve që Imam el-Bukhari, prisi besimtarëve në hadith, ka mbledhur në librin Edukatës në mënyrë që të përfitojmë dhe të zbatojmë këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të futemi dhe të bëhemi prej besimtarëve të vërtet dhe të futemi në mëshirën e Zotit ton në këtë botë dhe në botën tjetër. Atëherë jemi në temën e 44 ku Imam Bukhari thot tema men la yarham la yurham. Pra kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Kjo temë është nxitje për bamirësi, për vepra të mira dhe të dobishme, për ndihmes për të dobtin dhe nevojtarin. Kjo temë, pra kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet, tregon se shpërblimi është sipas punës. Shpërblimi i mirë për punën e mirë dhe ndëshkimi është për punën e keqe. Dhe se nevoja jonë për mëshirën e Allahut të madhëruar është më e madhe se nevoja që mund të ketë vllai jon për ndihmën tonë. Dhe në këtë temë Imam el-Bukhari, Allahu e mëshiroft, ka sjell hadithin nga Abu Said el-Khudri radhiyallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men la yarham la yurham. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Siç e shikoni, tema është në përputhje të plot me fjalët e hadithit. Dhe temat kur vijnë në këtë libër ose janë në përputhje të plot me hadithet e temës, ose janë në përputhje të pjesshme. Në këtë rast, përputhja është e plotë. Dhe kjo mëshirë për cilën na nxit kjo fjalë e të dërguarit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam është si për fëmijët ashtu edhe për të tjerët. Dhe kjo është prej moralit të muslimanëve dhe cilësive të tyre. Më i madhi njeri në këtë cilësi, për në cilësinë e mëshirës, është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allahu i madhruar në Kur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe ne nuk të kemi dërguar ty vetëse mëshirë për botët. Dhe në ajetin tjetër Allahu i madhruar thot, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Është sigur që juve u ka ardhur një dërguar prej veteve tuaja, i cili lëndohet dhe shqetësohet për atë që ju mundon juve, dhe është nxitës për ju që të arrini të mirën
dhe me besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm. Pra këto janë cilësitë e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe cilësitë e besimtarëve. Pra, çfarë arrim ne me këtë cilësi? Ajo që arrim është shpërblimi, pra me këtë mëshirë që na është urdhëruar nga Allahu dhe i dërguari i tij, na arrim mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Të mëshirshmi do t'i mëshiroj i gjithë mëshirshmi. Mëshironi çka ka në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Pra, nëse në zemër ekziston mëshira, atëherë pasojat e kësaj do të shfaqen në pamjen e jashtme tënde. Dhe prej tyre, për shembull, siç e kemi marrë në këtë hadithet që kemi kaluar, është edhe puthja e fëmijës. Pra ky veprim i jashtëm korrespondon me brëndsinë tënde që është mëshira. Dhe sjellja e kësaj teme në këtë vend, pra që ne po e lexojmë, është që ekzistenca e mëshirës, pra, është shkaku që vijnë edhe këto sjellje, dhe ai që nuk ka mëshirë nuk mundet dot t'i realizoj këto morale të kërkuara, në të cilët ne i kemi përmendur në mësimet e kaluara dhe normalisht edhe në mësimet e tjera që do vinë që kanë lidhje me këtë. Pra kur ekziston mëshira në zemër, rrjedhoret e saj shfaqen dukshëm. Dhe e kundërta e kuptimit të hadithit, pra kush mëshiron, mëshirohet nga Allahu. Pra hadithi që kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Po e kundërta, kush mëshiron, pra mëshirohet nga Allahu i madhruar. Dhe autori ne na nxit me këto hadithe për të bërë vepra të mira. Na nxit që të garojmë në mëshirimin e krijesave, qofshin njerëz apo kafshë apo çdo gjë. Na nxit të mëshirojmë ato sa të mundemi në mënyrë që të përfitojmë dhe të hyjmë në mëshirën e Allahut në ahiret, e cila, siç do vi në hadithin e fundit të mësimit, është 99 pjesë atje dhe 1 pjesë këtu. Dhe do vi kjo shpjegimi i kësaj dhe në hadithin e më poshtëm. Aleikum selam. Hadithi 96 nga Xhubair ibn Abdullah radiallahu anhu, më falni, nga Xherir ibn Abdullah radiallahu anhu, ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: La yarhamullahu men la yarhamun nas. Nuk e mëshiron Allahu atë që nuk mëshiron njerëzit. Pra është një njëjti kuptim. Gjithashtu hadithi në një transmetim tjetër ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: Men la yarhamun nas la yarhamuhu Allah. Kush nuk i mëshiron njerëzit, nuk e mëshiron atë Allahu. Të gjitha këto janë me të njëjtën kuptim. Hadithi 98 nga Aisha radiallahu anha transmetohet se ka thënë: Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasun min al-a'rab fa qala lahu rajulun minhum. I erdhën të dërguarit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa njerëz nga beduinët. E kemi shpjeguar pra që beduinët janë njerëzit që jetojnë larg qyteteve në zona të shkreta. Pra bëhet fjalë për ata që jetojnë në gadishun arabik.
Faqala lahu rajulun minhum, një burr prej tyre i tha: Ja Rasulullah, atuqabbiluna sibyan, o i dërguari i Allahut, ju a i puthni fëmijët? Fa wallahi ma nuqabbiluhum, betojmë në Allahun, ne nuk i puthim ato. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Awa amliku laka in kana Allahu azza wa jall naza'a min qalbika ar-rahma. Apo se doj unë vallë, nëse Allahu e ka hequr mëshirën prej zemrës tënde. Pra, kjo është një pyetje retorike për treguar që unë nuk posedoj dhe nuk mundem të të vendos ty mëshirë nëse ti nuk ke, pra nëse Allahu nuk ta ka vendosur ty në zemër. Dhe ky hadith tregon që puthja e fëmijës tregon mëshirë, është rrjedhojë e mëshirës. Ky hadith është sqarim i lidhjes së të jashtmes me të brendshmes. Pa të që thamë më parë. Veprimet e jashtme janë pasojë e asaj që ka në brendësi robi. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u përgjigj me këtë pyetje, me këtë aleikum selam. U përgjigj me këtë fjalë e cila tregon që ky veprim lidhet me mëshirën në zemër. Dhe ky hadith ne e kemi marrë më përpara, që tregon që ato beduinët, duke qenë larg dijes dhe duke qenë larg shoqërimit me shumë njerëz si jetojnë njerëzit në qytet, atëherë mundet që tek ata të ketë një farë vrazësie, por duke qenë se kjo ka qenë, domethënë ndodhte tek njerëzit përpara se të bëheshin musliman, atëherë me ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me këshillat e tij, ato njerëz që kishin këto cilësi të këqija, i kthyen ato në të mira dhe u përmirësuan ata njerëz pra që Zoti i Madh ja deshi të mirën. Dhe gjithashtu këtu është edhe kritika që bëhet në mënyrë që tjetri të largohet nga veprimet jo të mira dhe të kthehet tek e drejta. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kritikoi këtë burr. Hadithi i 99 thot një minutë. Nga Abu Uthman se Umar radiallahu anhu istamala rajulan, pra Umeri radiallahu anhu vendosi t'i japi drejtimin një burri për një gjë të caktuar. Faqala al-amil, dhe tha: Inna li kadha wa kadha min al-walad, un kam kaq edhe aq nga fëmijët, ma qabbaltu wahida minhum, nuk kam puthur kur asnjërin prej tyre. Dhe Umar radiallahu anhu thot: Inna Allah azza wa jall la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Allahu azza wa jall nuk mëshiron prej robërve të tij vetë se më bamirësat e tyre. Pra në këtë hadith, në këtë ether, pra fjalën e sahabit nderuar Umar ibn Khattabi radiallahu anhu, tregon që puthja e fëmijëve pra është prej bamirësisë së kërkuar. Dhe veprat e mira, bamirësia qoftë ndaj fëmijëve ose ndaj prindërve, tregon që personi
në zemrën e tij është mëshirë, ka mëshirë. Atëherë tema e fundit për këtë mësim, thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, ar-rahmetu mi'atu juz. Mëshira është 100 pjesë. Dhe qëllimi me këtë fjalë, me fjalën mëshirë, është mëshira e krijuar nga Allahu Azza wa Jall dhe është prej rrjedhojave të mëshirës së Tij, e cila është cilësia e Allahut të madhëruar. Prandaj ka ardhur në Sahih hadithi, inna Allah khalaqa ar-rahmata mi'ata juz. Allahu e ka krijuar mëshirën 100 pjesë. Dhe hadithi që ka sjellë Imam Buhariu këtu nga Abu Huraira radiallahu anhu ka thënë, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, ja'ala Allahu azza wa jalla ar-rahmata 100 juz. Fa amsaka 'indahu 99. E ka bërë Allahu mëshirën 100 pjesë dhe i ka mbajtur tek ai 99. Aleikum selam. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dhe ka zbritur në tokë vetëm një pjesë. Fa min dhalika al-juz' yatarahamu al-khalqu hatta tarfa'u al-faras hafiraha an waladiha khashyata an tusibahu. Dhe me këtë pjesë pra mëshirohen krijesat derisa kali e ngre patkojnë e saj nga frika që të mos godas të voglin e saj apo mësin e saj. Atëherë ky është hadithi 100 në këtë libër dhe Imam Buhariu e ka sjellë pra tek tema mëshira është 100 pjesë. E thamë që kjo mëshirë është mëshira e krijuar. Dhe hadithi që lexuam më përpara, që Allahu krijoi mëshirën 100 pjesë, tregon që nuk bëhet fjalë për cilësinë e Allahut, po bëhet fjalë për këtë krijesë. Siç ka ardhur në një hadith që ne kemi marrë më përpara, kur thot Allahu Azza wa Jall për xhenetin, anti rahmeti, ti je mëshira ime. Pra xheneti është i krijuar, pra është rrjedhoj e shpasoj pra e cilësisë Allahut që është mëshira e Tij. Nga këto 100 pjesë që Allahu i madhëruar i ka krijuar, vetëm njërën e ka zbritur në tokë. Dhe kjo që shikojmë ne, kjo mëshirë e ndërsjellët që kemi me njëri tjetrin, kjo mëshirë që shikojmë në krijesat e Allahut, në kafshët që ka krijuar Zoti, është vetëm njëra nga këto. Ky hadith bën pjesë, aleikum selam, bën pjesë ke hadithet e shpresës. Bën pjesë ke hadithet e shpresës. Kur ti mendon që vetëm një pjesë është kjo mëshirë që ne e shohim, atëherë si është puna në ahiret kur janë të ruajtura 99 pjesët e tjera? Aleikum selam. Atëherë ky hadith shpresë i jep njeriut, e bën njeriun optimist për të shpresuar ke Zoti i tij. Ky hadith na nxit ne që të pendohemi, na nxit ne të bëjmë vepra të mira që në ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala të na japi shpërblim të madh dhe të na fusi në mëshirën e Tij që ne e thamë. Këtu thot i jep shembullin e kalit. Pse pikrisht ka sjell shembullin e kalit? Sepse
kuajt kanë qenë pjesë e zakonshme e jetës në atë kohë dhe njerëzit i kishin para syve. Pra shembulli më i mirë është ai që është më i perceptueshëm për njerëzit. Dhe njëkohësisht kali është një krijesë e cila është e fortë, e shkathët, e zhdërvjellët. Dhe duke qenë se ajo e mban me vete mëzin, me gjithë këto lëvizje të shpejta, prapë se prapë kujdeset të mos e godasi. Dhe kjo është e dukshme për njerëzit që e shikojnë këtë krijesë dhe krijesat e tjera, po ti shikosh, nëna është e kujdesshme për fëmin. Çfarë tregon kjo? Që kjo është mëshirë që Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur në tokë dhe kafshët na tregojnë ne, na japin, na pasqyrojnë një pjesë të kësaj mëshire. Dhe për këtë shkak ka ardhur shembulli me kalin. Te ky hadith ne marrim që është vepër e mirë për gëzimi i tjetrit. Dhe futja e gëzimit në zemrën e vllait tënd është vepër e mirë. Pra ti kur e përgëzon tjetrin, atëherë ai merr fuqi dhe inkurajohet e para për të bërë vepra të mira, për ta dashur kthimin ke Allahu dhe për të penduar dhe për të gjitha ato shkaqet që vijnë kur njeriu është i gëzuar. Pra kur njeriu është i gëzuar, është më entuziast dhe më i fuqishëm për të afruar me vepra të mira dhe për të larguar nga të këqijat. Tek tekstet e Kuranit dhe Sunetit, kur vjen fjala mëshirë e lidhur me emrin e Allahut madhëruar, atëherë herë kihet për qëllim cilësia e Zotit dhe herë tjetër kihet për qëllim pasoja e saj, pasoja e mëshirës ose rrjedhimi i mëshirës. Dhe këtë e përcakton konteksti. Pra siç e thamë në hadithin për xhenetin, enti rahmeti arhamu biki men ashau min ibadi. Ti je mëshira ime, unë mëshiroj me ty këtë dua për robërve të mi. Pra bëhet fjalë për xhenetin dhe nuk bëhet fjalë për cilësinë e Allahut, bëhet fjalë për krijesën. Dhe xheneti pra është rrjedhoj e mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Sot e përgatitëm mësimin pak të shkurtër, për arsye sepse vjen tematika më mbrapa që nuk e ka lidhjen me këtë që lexuam ne. Dhe me këtë falenderojmë Zotin që kemi lexuar 100 hadithe deri tani nga ky libër madhështor. E lutim Allahun e madhëruar që të na bëjë për atyre që përfitojnë dituri të dobishme dhe jep Allahu sukses në punë të mira dhe na bashkoft Zoti në xhenetet e tij. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.